Përshëndetje, dhe sot po mësojmë edhe një recetë tjetër qysh me i rujt specat për dimër, recetë e gjysheve tona që i kanë rujt për para, unë sot po e paraqes para jush. Specat fillimisht i kam pastruar mirë me ujë, tash ja largojmë bishtat, farat. Unë po përdori këto specat që janë kështu më të trash, edhe kam i përdor kështu sepse do t'i ruaj pak në një mënyrë më ndryshe, sepse do t'i përdori ose kur do të përgatis diçka me mesh, pra një kombinim i specave pra të verdh edhe specave të kuq. Ose i kavardesni ose çish doni ju, qashtu keni me i përgatit. Tash i marrim specat edhe i shtim në përkese frize. Unë e di që ndoshta dikush mundet me thonë se speca kena gjatë gjithë kohës, edhe kur është nxehtë edhe kur është të ftoftë, mirë, po nuk e kanë shijen e njëjtë, pra specat sikur në verë, në pranverë vjesht ose në dimar. Prandaj edhe ne kur kemi speca me bollëk, kur kemi speca në boqe, marrim edhe i ruajmë për dimër, edhe kështu i kena të gatshme kur do që do të kemi nevojë. Pra shija sigurisht që nuk është e njëjtë sikur e specave të pranverës ose atyre që ju i bleni në përmarkete në dimër. Prandaj unë i ruaj kështu me këtë shijen që e kanë nga kopshti, ose i blej ose nga kopshti, tash varet krejt çish ju i keni, pra ose çish mundeni me i gjetë. Edhe specat e kuq njëjtë, kena me i prej për së gjati kështu, edhe mënyrën edhe formën se jam du i ndajnë në kështu, pra për zgjati, e bëj për shkak se, pra thash, do t'i përdori kryesisht për të përgatitur pra mesh. Kur do të përgatis mesh, pra kështu japim pamje ma mirë, pra pjatës edhe shije ka shumë. Krejt në fund kena me pas se qysh kanë u duk të përzjera me mesh. Vazhdojmë kështu të gjitha specat, i ndajmë për së gjati. Edhe specat e kuq do i vendosim në përkese frize. Edhe kështu i mbushim keset e frizet, edhe pastaj specat do t'i la për dimër, në fres, në ngrirje. Dhe pasi të ngrihen, atëherë do t'i kemi të gatshme kur do që ne do t'kemi nevojë. Mundeni me i marrë, me i kavërdis kështu mirë, edhe me i hangër, me i shtu pak ajk, pak gjiz, ose çfarë do që ju dëshironi, por mundeni me i lanë kështu edhe me i përdor për t'ju dhënë shije më të mirë mishit të kavërdisur, pra një recetë që ja vlen të provohet, provoni edhe ju, sepse nuk do të humbni asgjë. Tash krejt këto do t'i lajmë në fres. Edhe normal që do t'i ruajmë deri në një vit, pra në fres.